Radio Dëshmia u paraqet hadithin e ditës. Transmetohet nga Ebu Dher Gjundub ibn Gjundae radiallahu anhu se ka thënë: I thash, o i dërguari Allahut, cila është vepra më e mirë? Tha, besimi në Allahun dhe lufta, gjihadi në rrugën e tij. I thash, cili lirim robërie është më i miri? Ai tha, ai që është më i vlefshëm për familjen e tij, aty ku ka shërbyer, dhe që është më i shtrenjtë në çmim. I thash, nëse nuk mund ta bëj, pejgamberi tha, ndihmoj atij që bën mjeshtri, ose bëni mjeshtri atij që nuk di mjeshtri. Thash, o i dërguari Allahut, e çka mendon nëse nuk mund të bëj diç nga dobësia? Pejgamberi tha, ruaju mos u bësh keq të tjerëve, e kjo do të jetë sadaka jote për veten tënde. Muttefekun alejh.